Sfidat në të shumta në tyre janë strukturore. Fuqizimi gradual I institucioneve është çështje kohe që dën durim dhe përkushtim. Po sigurisht që një pjesë e problemit ndërlidhet edhe me mendsinë, me të institucionalizuarit e konceptit dhe rëndësisë së pushtetit gjyqësor të pavarur për vlerat e demokracisë liberale dhe për drejtat e liritë themelore. Ne si demokraci e re, si një ndër demokracitë më të reja në botë, e kemi privilegjin e mësimeve të kaluara, e mësimeve nga shtetet tjera të cilat kanë kaluar në procese të ngjashme. Të gjitha vlerat, parimet, burimet e krizave, arsyet e prapakthimeve demokratike, trendet e forcave dhe lëvizjeve populiste, pasojat e mungesës së një pushteti gjyqësor të pavarur I kemi të evidentuara në histori dhe thjesht duhet të mësojmë nga to. Mësimet e para datojnë që në mesin e viteve 1700, duke filluar nga Montesquieu, nga letrat federaliste të Alexander Hamilton, nga Marbury versus Madison, nga praktika gjyqësore e gjykatave kushtetuese fillimisht në kontinentin evropian, nga kushtetutat moderne të bazuara në vlerat e demokracisë liberale, sigurisht edhe nga instrumentet ndërkombëtare dhe mënyra se si interpretohen ato nga mekanizma supranacional, përfshir edhe gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit dhe gjykatën e drejtësisë së Bashkimit Evropian. Të gjitha këto parime dhe përvoja në fakt janë të mishëruara, janë pjesë përbërëse e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ndërtimi e një tradite dhe kulture kushtetuese sigurisht është çështje edhe e avancimit gradual institucional, por nuk mund të tejkalohet edhe përkushtimi. Përkushtimi vetanak për të zbatuar këto vlera. Dhe ky përkushtim vlen së pari për vetë pushtetin gjyqësor të sistemin prokurorial. Ata kanë detyrën parësore për të siguruar që sistemi funksionon në mënyrë të pavarur, në mënyrë efikase dhe me profesionalizëm, sigurisht edhe me integritet. Po aq vlen edhe për medien, për shoqërinë civile, për qytetarinë aktive, të cilët e kanë përgjegjësinë e jashtëzakonshme që duhet të mbajnë evidencë të sfidave, evidencë të mangësive dhe pengesave, të raportojnë për to dhe të mbajnë autoritetet përgjegjëse llogaridhënëse. Dhe po aq është përgjegjësi edhe e dy pushteteve tjera, pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit legjislativ, dhe të cilët e kanë detyrën e përmbushjes së obligimeve të tyre pozitive dhe negative ndaj pushtetit gjyqësor dhe sistemit prokurorial. Një aspekt ose një çështje shumë aktuale në diskursin e përgjithshëm them kështu edhe global është pikërisht çështja e prapakthimeve demokratike. Edhe mboni shumë përshtypje që pikërisht e përmendët gjatë përgjigjes tuaj që përvojat historike na tregojnë qartë pse ose cilat janë arsyet e prapakthimeve demokratike dhe thjesht nuk mund të ketë një demokraci liberale pa pas gjyqësor të pavarur. Kështu që besoj që kjo e bën akoma më të rëndësishëm rolin në përgjithësi dhe të gjyqësorit, por në të njëjtën kohë edhe përgjithësinë e pushteteve tjera në raport me gjyqësorin ose me drejtsinë shumë përgjithësi. Dhe realisht vetë si shoqëri civile shumë herë edhe kemi adresu pikërisht këtë dimension. Çështjen e asaj të referu detyrimeve që ka pushteti ekzekutiv, po edhe pushteti legjislativ në raport me sistemin gjyqësor, veçanërisht në aspekt të rrujtjes së pavarësisë së gjyqësorit dhe të përmbajtjes nga sulmet që janë bërë gjyqësorit prej këtyre pushteteve. Qysh mundemi ndoshta më thjesht për qytetarët laik, për ata të cilët janë profesionistë fushës, me shpjegu konkretisht cilat janë detyrimet pozitive, cilat janë detyrimet negative që I kanë këto pushtete, si manifestohen ose si reflektohen ato realisht në praktikë. Koncepti dhe ose terminologjia lidhur me detyrimet pozitive dhe negative në fakt buron prej praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Në thelb ndërlidhet me balancë ndër pushtetesh, me jetësimin e kufizimeve ndërmjet vete, por edhe ashtu mekanizmave bashkëpunues.
Këto parime e të ndërveprimit të pushteteve, të pavarësisë së pushtetit gjyqësor, po edhe të kufizimeve dhe rregullave të ndërveprimit institucional janë qartësisht të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Është thjesht çështje zbatimi të duhur të atyre normave. Në verzion të thjeshtësuar, le të themi, është detyrë e pushtetit legjislativ dhe pushtetit ekzekutiv që të dizajnojnë, miratojnë dhe zbatojnë ligje dhe rregulla të cilat i sigurojnë pushtetit gjyqësor funksionim të pavarur dhe që të zbatojnë këto ligje dhe regulativa në përputhje me parimet kushtetuese, parimet që burojnë nga instrumentet ndërkombëtare dhe praktika përkatëse gjyqësore e gjykatave edhe supranacionale, por edhe e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Në kontekst të detyrimit negativ është në thelb çështje e vetë përmbajtjes, çështje e abstenimit, çështje e të zgjedhurit për të mos ndërhyrë në sferën e pushtetit gjyqësor apo sistemit prokurorial përtej normave dhe rregullave që janë të përcaktuar në kushtetutë dhe ligjet të aplikueshme. As përmes ligjeve të dizajnuara të cilët mund të kenë këtë qëllim apo mund të kenë këtë pasojë, as përmes vendimarrjes ekzekutive dhe aq më pak përmes presionit dhe atakimit publik dhe ose politik.